Ti kur me këto hormone nuk i me shtatzan. Kjo ishte fjallet që i thanë specialistët në Zvicër dhe për pak sa nuk i mbylli për gjithmonë një andër. Të gjo këtë storje se ka me t'inspiru shumë. Disa njerëz besojnë vetëm asaj që ju thuhet, por ka të tjerë që zgjedhin të besojnë atë që ata e ndjejnë brenda vetës. Një gru 42 vjeç, 3 aborte, shumë tentativa dhe një zemër që kishte fillu të dorësohej. Ajo nuk erdhi për shtatzani, por erdhi për paq, e lodhën, e mushun me frikë, e rëndume nga zhgënjimet dhe dhimbja që askush nuk e shihte. Filluan punën jo me trupin, por me emocionet. Gjatë hipnozës diçka u liru. Lot që ishin mbajt për vite, frikë që ishte mshefur thellë, besime që e kishin mbajtur të bllokuar. Shumë njerëz mendojnë se problemi është fizik, por trupi flet atë që zemra nuk e ka shprehur. Stresi kronik nuk është vetëm ndjenjë, është gjendje që ndikon në çdo qelizë, në çdo hormon, në çdo mundësi. Ne nuk punum që ajo të mbete i shtatzan, ne punum që ajo të shliroj. Dhe kur sistemi nervor u qetësu, kur trupi ndjeu siguri, kur ajo u rikthyet te vetja vet, ndodhi diçka që nuk ishte planifiku. Pas 2 muajsh, më thirrën telefon dhe më tregon që ka mbet shtatzan. Sot ajo mban një fëmijë në dorë, 6 vjeçar, dhe një zemër që në mën fund beson. Ndonjëherë mrekullia nuk vjen kur e ndjekim me forcë. Ajo vjen kur lirojmë atë që e ka blloku. Trupi nuk është armiku yt, ai është pasqyrë e gjithçkaje që ke mbajtur ti brenda. Dhe kur e dëgjon, fillon shërimi, fillon jeta, fillon mrekullia. Nëse ndjen që diçka brenda teje ka nevojë të lirohet, ndoshta është koha të fillosh me veten tënde.